Doktor, krahas gjithë këtyre angazhimeve dhe këtij 32 orë që po I referoheni, që nuk është as pak, është vërtet që kontributi juaj është jashtëzakonshëm, I secilit mjek, por ja që fati ai ditë që ju kemi juve këtu, por nga ana emocionale, si kanë qenë zhvillimet e fundit, si kanë ndikuar e gjithë kjo bujë mediatike edhe tek ju personalisht, duke qenë gjithmonë profesional, por në anën tjetër ka pasur një mori zhvillimesh e që janë ndërlidhur disi në një mënyrë apo tjetër edhe me emrin tuaj. Realisht, po mënoj si mjek, ka shumë vite që po mënoj kam marru fakultetin mjekësisë dhe kam vazhdu me punu si mjek I përgjithshëm, mandej kam zgjedh specializimin në fushën e hematologjisë, kam marru 5 vite specializim në fushën e hematologjisë dhe tash 3 vite jam specialist e hematologjisë dhe punoj në qendër klinikën e hematologjisë. Krahas saj ka rreth 4 vite, më shumë se 4 vite që kam fillu studimet e doktoratës në Universitetin e Zagrebit dhe I kam në përfundim, po ashtu në fushën e hematologjisë dhe gjithë kjo kohë edhe gjithë ky angazhim po më të bën si njeri, po më me I kontrollu emocionet dhe pse janë të lehta me kontrollu emocionet për shkak se kryesisht na mjekojnë pacient edhe të rinë moshë dhe me sëmundje të rënda dhe nuk është e lehtë asnjëherë me u pajtu me një disfat që vjen për shkak të sëmundjeve. Sa I përket 24 orëve të fundit, shkurtimisht, sigurisht që ka qenë dhe emocional, du me qenë I rezervum me fol shumë për këtë punë, për shkak se ditë vetëvarshëm ndoshta mundem, tash jo për shkak se pacientin fjalë ka qenë pacient imi, jo vetëm imi, me atë pacient janë angazhu shumë mjek dhe shumë klinika. Disa klinika kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm dhe shumë mjek kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, siç është japin edhe për pacient tjerë, jo vetëm zotnin fjalë për gjithë pacient tjerë. Sigurisht që kam qenë edhe I përfshin, bukur gjatë dhe kam volumtuar në drejtim sëmundjeve hematologjike dhe të tjerat kanë rrjedhë siç kanë rrjedhë, jam pak më I rezervuar për shkak se kam qenë pjesë të procesit vazhdimisht dhe ndoshta hera tjera mundemi me bisedu më në detaje dhe më shumë. Vetëm shkurtimisht na lejohet, por gjithsesi duke mbrojtur konfidencialitetin e atyre proceseve që ju keni qenë pjesë, por cili dua të di pak a shumë edhe ndikimin pozitiv nëse ka pasur një të tillë sa I përket procesit për ardhjen e ish-presidentit Thaçi në Kosovë dhe për këtë vizitë që u realizua dje. Po I përgjigjem te kësaj pyetje dhe kisha dashur mos më pyet më gjatë për këtë punë. Unë mendoj që pacientin fjalë ka shumë probleme shëndetësore, ndoshta është faktor dhe mosha dhe sëmundjet, edhe pse kam lejen dhe prej familjes me bisedu për shëndetin e tij. Dhe hulumtohet dhe për sëmundje tjera dhe ai pacient meriton me pas krejt anëtarët e familjes rreth vetit, edhe secili pacient që ka probleme të rënda shëndetësore meriton me pas njerëzit e dashur afër vetit në çaste të vështira. Familja është shumë e nevojshme, është një lloj mjekimi, me thonë, për gjithë ata pacientë, për mundoj kur I kanë rreth vetit. Edhe personin fjalë, sigurisht që I takon dhe ligjërisht dhe moralisht dhe në gjitha drejtimet me I pas familjarët e vet afër. Mundem edhe një pyetje të fundit gjithmonë me lejen tuaj? Edhe urna. Kemi parë reagime edhe nga sigurimi, sa I përket atij kontaktit të fundit dhe ka pasur qindra pyetje edhe nga audienca se çka u komunikua mes juve dhe ish-presidentit Thaçi në momentin e përqafimit dhe a e prisje një reagim të këtillë sigurisht edhe nga sigurimi? Besoj që një herë tjetër këtë pjesë për shkak të angazhimit nuk s'kam çka me thonë diçka më shumë për këtë pjesë. Kështu që faleminderit. Besoj që jam I qartë dhe kesh I qartë dhe kështu që më ndërmendja që është më në rregull ndoshta me vazhdu për pjesë hematologjike.